Mirëdita, në këtë komunikim të dytë mbi tregun imobiliar ne do flasim ose do shtrojmë pyetjen dhe do mundohemi do tentojmë të kthejmë përgjigje pyetjes: ore, kush fiton nga ndërtimi i këtij volumi kaq të madh të imobiliareve në Tiranë? Kush fiton? Kondërtoa e thamë 10 milion metër katror ndërtim i ri vetëm në 7 vite. Sepse dy të tjera të qeverisë Veliaj nuk leje dhënia ndërtimore. Për shkak të moratoriumit që detyronte ligji për planifikimin e territorit dhe zhvillimin e territorit. Kush fiton nga kjo? Do të shohim ngadalë, por kush fiton nga kjo? Së pari nuk fiton Adheu. Adheu si një i tërë. Pse nuk fiton Adheu? Sepse çfarë ndodh? Çfarë sjell ky bumi i madh i ndërtimeve në Tiranë e Durrës dhe migracioni që ky stimulon, migracioni i brendshëm nga 8 qarqet e tjera, 10 qarqet e tjera, përfshirë Durrës dhe qarkun e Fierit dhe qarkun e Vlorës, që megjithëse është një rajon i balancuar, gjithsesi është duke u shpopulluar dhe ngadalë, duke u braktisur me hapa shumë të ngadalë në krahasim me 8 qarqet e tjera, ose me atë që unë quaj rajon i braktisur, por gjithsesi edhe ajo po shpopullohet. Japsis po nuk përfiton Adheu, sepse në fakt çfarë ndodh? Ndodh që braktisja e territoreve ndan burimet njerëzore, të cilat vinë në Tiranë me burimet ekonomike ose financiare, të cilat gjithashtu mbeten në Tiranë, dhe të dyja bashkë ndahen nga burimet natyrore. Që të kemi një ekonomi prodhuese dhe të suksesojë Adheu, duhet që të kemi një ekonomi prodhuese, dhe ekonomia prodhuese realizohet vetëm kur bashkohet burimet njerëzore përfshirë financiare me burimet territoriale. Në të kundërt mbetemi në kurthin e ekonomisë së modelit të konsumit. Ne konsumojmë produktet tuaja me paratë që përgjithsisht na vijnë nga jashtë, ose i ciklojmë brenda vetes. Pra Adheu nuk fiton. Pa fiton Tirana urbane? Tirana urbane s'mund të fitojë. Është kaq e dëmtuar sa gjithë Shqipëria. Pse? Sepse këto volumet e reja ndërtimore, përgjithsisht ato që janë në zonën urbane ekzistuese, atë që ne quajmë Tirana socialiste, që na vjen nga koha e socializmit, po shtohen gjithmonë më shumë volume të reja. Po ku shtohen? Po volume të reja shtohen ato hapësira që më parë ishin të hapura ose të gjelbërta, duke thelluar akoma më shumë problematikën që sjell raporti midis hapësirave të hapura nga njëra anë dhe volumeve të ndërtuara nga ana tjetër. Nëse shtojmë volume dhe zvogëlojmë tjetër kohë hapësirat e hapura, ky raport deformohet ajsa, sikurse ju e dini, ju që banoni në Tiranë, ne jetojmë në një qytet të keq jetueshëm. Po gjithashtu edhe te shtrirja urbane. Ndërtimet e reja shkojnë edhe te shtrirja urbane, që janë kryesisht në pjesën jugore dhe lindore të Tiranës, ku po ndërtohen komplekse, lagje të tëra me shtëpi familjare, të cilat zënë shumë tokë dhe dëmtojnë tokën bujësore apo në gjendje natyrore, e cila kthehet në një tokë të përshtatur për ndërtim dhe të zënë nga ndërtimet. Megjithatë, ato mund të konsiderohen si ndërtime luksoze, ato dëmtojnë Tiranën urbane dhe nëpërmjet saj gjithë Shqipërinë territoriale. Po a fitojnë ndoshta banorët ekzistues? Po si mund të fitojnë nga ndërtimi i këtij volumi të madh të ndërtimit banorët ekzistues? Jo, sot janë në një pallat që mund të shohin në një hapësirë të hapur ose të gjelbër, të nesërmen e shohin që përpara balkonit dhe dritarit të tyre ndërtuar një kull tjetër, një ndërtesë tjetër, e cila është një volum ndërtimor, i cili nga ana e tij përkeqëson në mënyrë ndjeshme dimensionin mjedisor, dimensionin e infrastrukturave, sepse nëse në një lagje ka pasur
5.000 banor, ndërsa me shtimin e ndërtesave të reja janë bërë 10, shkollat janë po ato, infrastruktura nëntoksore, ujësies ka lezimesh njëjtë si që kanë bërë të parët në kohën e socializmit me në një përmirësim, po jo në volum. Pra, gjithçka, duke i shtuar dhe trafikun e shtuar, duke i shtuar dhe elementë të tjerë, e thamë dhe të infrastrukturë sociale, por edhe asaj inxhinierike, jeta e qytetarëve ekzistues të Tiranës përkeqësohet. Po mos vallë përmirësohet jeta e të ardhurve në Tiranë, të ardhurve rishtas, këta që po vinë për të mbushur këto pallatet, këtë volumin prej 10 milion metër katror ndërtim në 7 vitet e fundit. Jo, asaj atyre nuk përmirësohet jeta, as atyre. Pse nuk përmirësohet jeta? Sepse ata janë në një shtëpi atje ku janë në një banesë atje ku janë, dhe të cilën nuk e marrin dot me vete, kur vinë, duhet atë ta lënë të boshatisur atje, sepse duke qenë se të gjithë ikin, atje nuk ka një tek të pasurive të paluajtshme, pra që ta shesin dhe të fitojnë sa do pak do të fitojnë, e lënë përgjithsisht bosh dhe pastaj gjithë ardhurat që kanë mbledhur nga emigracioni, nga mënyra të tjera, por edhe duke u kredituar, i betonojnë në Tiranë, blejnë një shtëpi dhe kaq. Ndërkohë që me këto para, nëse do ishin në banesën e tyre, atje në qytetin e tyre, në fshatin e tyre apo në qytetin e tyre, por jo në Tiranë ku erdhën, ata mund të përdorin për të bërë një sipërmarrje private, për të jetuar mirë vetë, për të punësuar tjerë, e kështu me radhë, për një prosperitet familjar dhe me gjërë. Kjo do të njëkonte edhe me ekonominë kombëtare. Punësimi do rriste edhe ekonominë kombëtare. Pra nuk fitojnë as ata që vinë, sepse ata vinë në një situatë urbane shumë të mirë, me problematikat e veta tjetër, por të pakrahasueshme me problematikat urbane të Tiranës, pavarësisht çfarë na thot propaganda. Tirana është qyteti më i ndotur në botë, e themi prapë, më falni, kryeqyteti më i ndotur i Europës dhe i treti qytet më i ndotur i Europës, duke hequr një 2 qytete në Rusi, në mos gabojmë tani. Vetëm ata kalon, është në vend të tretë. Për infrastrukturën inxhinierike ç'të themi? Për infrastrukturën sociale ç'të themi? Jemi në vitin 2025, shkollat janë me 2 turne, dhe masivisht me 2 turne. Po mos fol për ambulanca e për tjera, se për qendra sociale nga këto komunitare, ndërtesa qytetare është absurd të flitet, por gjithsesi janë të domosdoshme për një jetë urbane normale. Po flasim vetëm për ndotje, akustike, të ajrit, e gjitha ndodhet e tjera, për gjithçka. Mungesë kanalizimesh, e tjera. Dhe këtu vinë, por mos përfitojnë ndërtuesit, këta që po ndërtojnë. Sigurisht tani atyre po duket sikur po fitojnë, por do vi një moment kur tregu i pasurive të paluajtshme të shkojnë në vend të vet. Dhe atyre do ngelen mira metra katror secili të pashqitura, të cilat në fakt nuk do vrejnë më aq sa kanë kushtuar, jo më aq sa duan ata t'i shesin ose po i shesin sot, pra në kuptimin nëse imobiliaret e Shqipërisë, e Tiranës veçanërisht, hynë në tregun e lirë, në një treg ku funksionojnë mekanizmat e çmimit, kërkesë, ofertë, të pastër, atyre do ngjelet një stok i madh i ndërtimit, të cilin e ka ndërtuar një kosto të caktuar dhe nuk do ta shesin dot më as me kost. Megjithëse nuk do ta shesin dot fare, sepse popullsia po ikën. Dhe këtu vim tek pyetja e fundit, mos vallë po fitojnë vetëm këta, që japin leje ndërtimi, administrata e Bashkisë Tiranë. Për momentin ata po fitojnë dhe sidoqoftë, ne nuk do hyjmë në analizë sa po fitojnë, sepse kjo është një çështje që del jashtë planifikimit ose lëmisë së planifikimit të territorit dhe planifikimit urban e çështjeve të tjera të imobiliare dhe kështu me radhë, por hyn në një spektër tjetër, atë të korrupsionit ose antikorrupsionit, të cilët nuk është se jemi të interesuar shumë të flasim. E pakta e sigurt është kjo, që Adheu pa humbet, Tirana urbane po humbet, qytetarët e rinj dhe të vjetër Tiranës po humbasin, dhe shumë shpejt edhe ata që po investojnë në këtë sektor do humbasin shumë tepër, sepse edhe shumë tepër kanë fituar. Përfshirë investitorët edhe ata që kanë bërë investime. Në një emision ku isha i ftuar, prezantova një rast ku një
djalë i ri, vetëm 37 vjeç, kishte 88 apartamente edhe në Tiranë. Ai do mbasi. S'do mbasi sa ndërtuesi ndoshta, por do mbasi. Këtu e mbyllim, mirupafshim, shihemi më vonë, ndoshta nesër.